Të gjithë banorët e Martanesit, por jo vetëm edhe ata që shkojnë për turizëm apo biznes, duhej që në rrugën prej 16.5 km nga qafe e Buallit dhe në Krast ta kishin të asfaltuar. Kjo do të bëhe mundur me projektin që ka nisur të zbatohet 2 vite më parë, me një vlerë prej rreth 11.2 milion eurosh. Por siç duket nga pamja, gjendja është kjo që shihni, rrugës është hedhur shtresa e fundit të zhavorit për ta bërë gati për asfalt, por ky i fundit nuk duket të jetë shtruar në asnjë centimetër. Drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë çdo ditë në këtë aks rrugor shprehen se shiret e fundit e kanë degraduar akoma më shumë gjendjen e rrugës, ndërsa kalimi në të po bëhet i vështirë. Shumë keq. Ma keq këtë gropa, këtë 11 milioner, nuk e di se ku ka shku. Se ka kanë nuk e di. To humje madhe. Këtë gropa, këtë losh, nuk e di se ku shkon shoferët, ku shkon punëtorët. Projekti për sistemin me asfaltimin e rrugës Qaf-Buall-Krast me gjatësi prej 16.4 km është financimi i Autoritetit Rrugor Shqiptar në vlerën 11.2 milion euro. Zbatimi i projektit po bëhet nga bashkimi i kompanive BEIS SHPK, Ergi SHPK dhe Vëllërzit Hysa SHPK, që edhe pse janë më shumë se një vit jashtë afatit fillestar për dorëzimin e punimeve, ende nuk ka nisur asfaltimi i rrugës.